Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes me gjithë zemër. Ju uroj shëndet dhe mbarësi dhe ecuri të mrekullueshme në të gjitha ato detyra që ju i vëni vetes në përditshmërinë, por edhe në mërritjen e një finale që ka festat e fundvitit. E të ndalësh pikërisht në këtë atmosferë të bukur, nuk ka se si të mos vështrosh kategori të ndryshme moshore, sociale, që festat i ngazëllejnë natyrisht, por që edhe reflekton vazhdimin e një jete që nis me sfida dhe vazhdon me të tilla sfida, ashtu siç edhe jeta në përgjithësi është. Dhe sot kemi vendosur që të ndalemi tek një institucion, ose më mirë tek atmosfera dhe ndjesitë e fëmijëve në shtëpinë e fëmijës shkollore. Me mua sot në studio është drejtoria e këtij institucioni, Winifreda Gazulli. Mirëmëngjes Winifred, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes Merita, mirëmëngjes të gjithëve atyre që na dëgjojnë dhe faleminderit si gjithmonë, jo vetëm për ftesën, por për kujdesin qytetar që ju tregoni gjithmonë. Winifreda, kjo është detyrë e përditshme. Por në kryet e herës unë dëshiroj t'ju uroj detyrën e re që keni marrë në këtë institucion si drejtuese. Natyrisht e bukur, por dhe sfiduese. Apo jo? Sigurisht që është sfiduese, jo vetëm për faktin që dashte pa dasht është një familje e madhe dhe të gjithë e din ato që janë familje me shumë fëmijë se sa vështirësitë janë, por aq më shumë në një familje të tillë, në një shtëpi të tillë, po ashtu ka vështirësi të ndryshme, të cilat patjetër vijnë nga kushtet sociale të secilit prej fëmijëve, por edhe nga vështirësitë e jetës, sepse jeta shkon shpejt, është e kushtueshme dhe dashte pa dasht kjo reflektohet edhe në institucione të tilla, pavarësisht se unë nuk dëshiroj ta quaj institucion, po dëshiroj ta quaj qendër ose shtëpi, sepse në fakt ajo kështu është. Nëse nuk e pasionin dhe dashurinë e duhur për t'ju ofruar kategorive të tilla sociale, puna dhe vështrimi nuk është bëhet më ajo që duhet, ose bëhet i pa durueshëm ndoshta. Gjithsecili prej nesh ka patjetër atë që ka studiu ose backgroundin e asaj që ka si eksperiencë, por patjetër që pastaj këto janë të lidhuna edhe me karakterin e gjithsecilit. Me ndjeshmërinë e gjithsecilit. Edhe me dëshirën për të bërë një punë apo një punë tjetër. Sepse nuk është të thënën që gjithë do jena të zot apo kemi dëshirën për të bërë diçka, mund të bëjmë shumë mirë diçka tjetër. Kështu që këto vite, gjithsesi tashmë janë 11 vite, 12 vite që unë punoj në fushën sociale dhe kam marrë eksperjenca të cilat patjetër që të rrisin dhe të ndihmojnë që me bë edhe një punë të tillë. Unë mendoj që do të ndalemi pikërisht në këtë ecuri që më së shumti është njerëzore. Por le t'i drejtohemi aktiviteteve të fundit, të cilat me sa di unë dhe aq sa ju ndjek janë intensifikuar, ndoshta këto krijojnë një gjallëri, një atmosferë, një motivim më të veçantë tek fëmijët. Fëmijët e shtëpisë tonë janë të mësuar që në fund vitit, po ashtu edhe gjatë vitit, dashte pa dasht kanë vëmendjen e qytetarëve, kanë vëmendjen e atyre që kanë dëshirë me mundal edhe me kthy kokën edhe nga ajo shtëpi. Dhe ndoshta për këtë unë nganjëherë i them që të gjithë deri sot që jena me datë 23, ato edhe sot do të marrin dhurata. Unë mendoj dhe ja them këtë gjë që shpeshherë ju jeni shumë adlastum se fëmijët që janë nëpër shtëpi, sepse kushtet e familjeve në Shqipëni, në Shkodër, këto janë dhe nuk është se në fund viti çdo prind është i mundshëm që t'i dhuroj të ketë dhurata pa fund për fëmijët e tij. Kurse ne kemi dhurata, pra ato vëmendje që na mungojnë nga familja, të paktën i kemi nga ato të cilët
janë edhe qytetarë të thjesht Merita, por që ndalen, gërsasin derë dhe kanë dëshirë me dhuru diçka. Shpesh herë më qëllon që nuk kanë dëshirë as ta thojnë emrin, nuk duan. Thjesht dëshirojnë që të lajnë diçka. Gjithmonë pyesin se sa është numri i fëmijëve dhe tregojnë atë që kanë mundësi për me dhuru. Edhe në fakt kjo, pavarësisht vështirësisë që fëmijët kanë për me jetu në një institucion, absolutisht janë të pranishme. Edhe ato janë të nërgjetshëm, se kanë vëmendjen e shumë njerëzve, edhe pse nuk i njohin, ose edhe kur i njohin, kanë atë qëndrimin e tyre, sepse ndër tjera përveç se mod vllastumu i thamë edhe diçka tjetër aty në fëmijë. Ato qeshin se e kuptojnë që në fakt është kështu, po kanë edhe një inteligjencë ekstra me fëmijët e shtëpive. Breslansa. Absolutisht po. Sepse në shumë situata nga mënyra se si ato dinë dhe mënyra se si zgjellin, ti zgjillin, fëmijët e shtëpive nuk e bëjnë. Sepse patjetër kanë dike që ja zgjill një situatë. Kurse ato janë mësu, po kjo është inteligjencë praktike. Dhe të përgatitur për jetën. Absolutisht po. Fatkeqësisht në një moshë shumë të vogël, por nga ana tjetër fatmirësisht po. Megjithatë ju thatë që aktivitetet të cilët arrisin entuziazmin janë të pranishme. Janë të pranishme. Ne dje kishim një klasë nga shkolla Martin Camaj. Ata kishin dëshiruar që festen e fundvitit ta bëjnë në shtëpinë tonë. Edhe erdhen me shumë sportivitet, uninë shumë mirë të gjithë, edhe fëmijët e shtëpisë tonë, por edhe ato, edhe bënë një koncert të vogël. Ne nga ana e donatorëve, sepse duhet ta theksojmë se janë donatorët ata të cilët mundohen që këtë shtëpi me majt fort. Përveç patjetër, përveç institucioneve shtetënore të cilat edhe ky institucion është pjesë e tyre. Por ne kena edhe një teatr i cili është i mundësum nga shpresë për botën, e cila në fakt është një shoqatë e cila përshëndesim. Zotin Fred Zefi ishte para pak ditësh këtu. Po, dhe kështu që edhe kushtet dhe mundësitë tona për me prit në aktivitetet e tilla janë. Dhe po tjetër, na kena një sportivitet i cili na karakterizon për të pritë miq. Gjë e bukur. Ndoshta sepse kjo marrëdhënie ndërton shumë çka në shpirtin e tyre, i cili natyrisht ka problematika të veta. Është i trazuar. Në fakt, si është jeta në shtëpinë e fëmijës shkollore? Aktualisht në shtëpinë tonë janë 23 fëmijë. Janë të gjithë fëmijë që shkojnë në fillore dhe në 9-vjeçare. Janë të gjithë fëmijë të cilët merren edhe me një aktivitet sportiv, patjetër. Të gjithë vajzat bëjnë futboll sepse kështu kanë dëshirë, kurse djemt një pjesë futboll dhe një pjesë bëjnë basketboll tek qendra kulturore e fëmijëve. Patjetër që ndjekun edhe kursin e anglishtes apo kurse tjera, kursin e muzikës. Dhe kështu kjo mënyra për t'i majt angazhum, unë mendoj që është më e mira për ta. Sepse jo të gjithë fëmijët, ashtu siç edhe fëmijët e shtëpive, ata fëmijë që janë në shtëpi, jo të gjithë kanë një dëshirë të madhe për shkollën. Po. Kështu që ne duhet t'i pranojmë. T'i pranojmë ashtu siç janë, ashtu siç kanë dëshira. Dhe zhvillojmë prirjet. Absolutisht. Atë doja të thoja. Dhe patjetër të shkojmë drejt asaj që dinë të bëjnë më mirë. Kështu që ne jena shtëpi e cila vlon gjatë gjithë ditës dhe pas ditën e kemi nëse paraditja është në shkollë, normalisht pas ditën e kemi të organizuar me edukatorët tona, bëjmë detyrat, shkojmë në kurse dhe pastaj kemi pak kohë të lirë para darkës. Në fakt, mosha të ndryshme. Mosha fillon nga 5 deri në 15 vjeç. Kategori të ndryshme sociale në preardhje dhe kategori që lidhen me atë çfarë i ka bërë që të vinë në këtë institucion. Çka vlen për t'u theksuar është se të gjithë fëmijët kanë një prejardhje të ndryshme. Pra nuk janë e njëjta situatë, sepse në fakt edhe institucionet të tilla ndër vite kanë ndryshuar funksionin e tyre. Pra sot ne nuk flasim për institucione jetimore të cilat janë jetim biologjik.
Gati ne nuk kemi jetim biologjik, janë të gjithë jetim social. Që do të thotë, ose janë braktisur në një moshë të madhe nga prind, Në moshë të madhe. po, ose janë të gjithë fëmijë me prind, por që për një arsye apo për një tjetër nuk mund të qëndrojnë në familje. Pra gjykata ka vendosur që mos të qëndrojnë në familje. Sigurisht që ky vendim mund të rishqyrtohet në një moment të dytë, por aktualisht fëmijët që ne kemi në institucion e thash që janë të ndryshëm kulturalisht, sepse kemi edhe nga komunitetet rome, egjiptiane, por janë fëmijë të cilët ose kanë pas probleme dhune në familje, mos shumë të fëmijë të cilët kanë prind të cilët shifen jo të aftë për të prindëruar mirë, gjithashtu fëmijë të cilët kanë familje shumë të varfra. Gjithsesi, këto janë gjurmë që janë aty tek dhe mbesin, edhe natyrisht sfidat tuaja janë të shumta. Sfidat janë të mëdha sepse ka prind të cilët kërkojnë rregullisht të takojnë fëmijët. Pavarësisht se patjetër që ne ja lejojmë kur kjo është diçka e cila duhet mu leju nga vendimi i gjykatës etj. Por është edhe kundërta. Ka edhe fëmijë të cilët i kërkojnë prind, t'i takojnë më shpesh, por që prind nuk kanë interes. Këto janë boshllëqa që ju përpiqeni ti mbushni, besoj, apo jo? Dhe Ne patjetër që mundohena mi mush, dhe unë mendoj që deri në një farë pike patjetër që i mbushim, por pavarësisht se nuk mund të pretendojmë që të plotësojmë atë vendin e rëndësishëm të familjes. Por ajo që unë vere gjatë kësaj kohe që jam në shtëpi, dashte pa dashte ato zgjellin një kujdestar, një edukator, ashtu siç edhe ne zgjellim një prej tyne për të kriju lidhje më të forta, besueshmërie, qëndrueshmërie, dhe kjo në fakt është shumë e rëndësishme, sepse në një shtëpi me kaq shumë fëmijë, patjetër që gjithsecili duhet ketë dikë më të besueshëm. Sepse në këtë mënyrë edhe vështirësitë e tija i shfaq më lehtë. Po flasim për një familje të madhe, edhe në familjet tona ka vështirësi ekonomike, ka vështirësi, ka momente edhe të rritjes, sepse çdo familje ka momente zemrimi, po natyrisht ka momente shpërthimi. Ato fëmijë janë edhe adoleshent dhe kanë Absolutisht. karakteristikat e veta moshore, mbase duke u bashkangjitur mjaft problemeve që ata mbartin, sfidat bëhen akoma më të mëdha, apo jo? Kam unë përshtypjen se në institucione të tilla dhe vetë fëmijët shumica kalojnë disa vite, sepse mund vinë ose nga një situatë rruge, por mund vinë edhe nga një institucion 05 që kanë kry moshën dhe transferohen, ashtu si që edhe ne i transferojmë në momentin që mbyllin ciklin, moshën në institucionin tonë, ne i transferojmë në një institucion tjetër. Do flasim, sepse më intereson shumë kjo. Por ashtu po thoja, ashtu si çdo familje tjetër, edhe në këtë shtëpi fëmijët kanë nevojat e tyne, por duke qenë se kanë këtë moshë caktume, kanë edhe shpërthimet e tyne. Kështu që dashte pa dash duhet i pranojmë edhe ato momentet e zemërimit, ato momentet e një ide ndryshe, por ajo që vere është se këto fëmijë kanë disa rregullat pa shkrume. Të cilat janë? Të cilat janë gjithmonë për kujdesja për më të vegjëlit. Nëse jena të prej rrugën, nuk ke nevojë të thush merr më të voglin për dorë. Sepse ato e bëjnë. Kjo ndoshta është ajo mënyra për të reflektuar ndaj asaj që më shumë i mungon. Patjetër. Janë edhe motra dhe vëllezër të një familje, të një gjaku? Patjetër. Vetëm 2 fëmijë janë vetëm. Pjesa tjetër janë 2 treshe, pra janë motër e vëlla, 2 motra, 2 vëllezër, 1 motër, 2 vëlla, janë gjithë kështu. Si është marrëdhënia mes tyre? Jo vetëm këto që kanë lidhje gjaku, por fëmijëve, të gjithë fëmijëve të shtëpisë.
duke anashkalu momentet. Se nga një herë edhe motra dhe vëllezërit në shtëpi kanë konflikt. Po pastaj përqafohen. Patjetër. Edhe këto kanë të njëjtën gjë. Pra ato fëmijë të cilët ato që janë motra vëllezër kanë edhe momentet e tyre të konflikteve. Po natyrisht. Por ka një protektivitet pastaj shumë të madh për njëri tjetrin. Por të njëjtën gjë kanë edhe ato që nuk kanë lidhje gjaku me njëri tjetrin, sepse e thash, kjo ndoshta është edhe mënyra për të krijuar atë guackën e mbrojtjes. Po tjetër që ato që kanë edhe moshën e ngjashme me njëri tjetrin, kanë edhe ato fërkimet e moshë, sepse gjithsecili, sidomos ato që janë moshë më e madhe, dojnë pozicionohen, dojnë vendosin në territorin e vogël tyne edhe autoritetin. Dhe shpeshherë kjo është mban përshtypje se shpeshherë fëmijët caktuar të cilët e kanë këtë autoritet i dëgjohet fjala. Pra secili ka nga një portret të caktuar. Po tjetër. Ka një edhe janë në moshën e profilizimit të fëmijë që met më i madh, sepse ne gjatë verës kemi transferu disa fëmijë. Sepse moshën edhe normalisht do transferoshin në çana të tilla. Ai që mbet më i madhi, zëvendin. Madje zë shtratin. Pra ka dëshirën të kaloj dhe të pozicionohet si filoni. Në një farë mënyre, kjo është del nga dalë shkalla për të bërë zoti vetes. Apo ja? Absolutisht po. E përgjësia që ato ndjejnë në momentet caktuara është mbreslëndse. Edhe karshi familjes. Keni një rast që mund ta kujtoni? Kam shumë raste. Në shtator kishim 2 fëmijë edhe i vdiq babai. Dhe nga shërimi i atij momenti ishte patjetër një shpërthim emocional shumë i madh. Por ajo që mbani përshtypje ishte vëllai më i madh, nuk pati të njëjtin shpërthim, por u pozicionu dhe tha, unë në këtë moment jam djali më i madh i shtëpisë. Edhe sikur unë i detyruam që në atë moment t'i dilte në krah nënës. Ndërsa tjetra që më ka bërë shumë përshtypje është që në disa familje të cilat është e mundshme, fëmijët mund të shkojnë në vizita. Sepse jo të gjithë fëmijët janë nga qyteti i Shkodrës, Merita. Ato janë nga qytete të ndryshme të Shqipërisë. Shkodra mbledh nga qytete të tjera? Po, sepse për momentin me këtë moshë jemi vetëm 3 jetimore. Pra një në veri, një në qendër që është në Tiranë dhe një tjetër në jug. Kështu që dashte pa dash në momentin që shërbimi social shtetëror bën shpërndamjen e fëmijëve, përveç bashkisë Shkodër, pra që normalisht i sjell në këtë institucion, ne kemi fëmijë edhe nga Kavaja, nga Korça, sepse kështu është gjetë hapësina në atë moment për t'i pozicionu. Dhe gjatë verës, disa nga fëmijët shkune për vizitën në familje, do të qëndroshin 2 net me monitorimin e shërbimit social të bashkisë atje ku do të shkoshin. Dhe që mbani përshtypje ishte para se të nisnin me një dëshirë të madhe pavarësisht kushteve familjare, të vështira shumë të vështira, pyetja ishte: a mund të na gjeni paketa ushqimore që t'i marrim me vete? Pra është po këto janë ato inteligjencat, ndjeshmërit, emocionet që në fakt janë shumë të bukura, shumë të vështira, por edhe që fëmijët e shtëpijave nuk shqyr që nuk i përjetojnë, sepse janë vështira. Këto fëmijë ndjejnë përgjegjësi. Por kanë diçka ekstra, absolutisht. Këto fëmijë ndjejnë përgjegjësi. Po. Pavarësisht se në fund janë fëmijë, pra dashte pa dash kanë ato më thoj za sherret e vogla të ditës, por që janë normale. Por ndryshe nuk janë fëmijë. Cila është sfida juaj si personel për të ndërtuar pikërisht këtë personalitet në formim të këtyre fëmijëve? Në fakt Merita shkojnë disa paralele bashk. Janë disa sfida. Një sfidë është menaxhimi i 23 fëmijëve, sepse nuk janë pak. Pra që në mes zgjimi bëhet i vështirë, sidomos në dimër, është ftoftë, nuk sot po rrim pushim etj. Sfida tjetër është monitorimi gjatë të ditës.
është i vështirë, sepse po flasim për adoleshenta, po flasim për situata sociale që përjetojmë që nuk janë gjithmonë të lehta, sepse ne dashte pa dash dëgjojmë lajme të cilat nuk janë gjithmonë të bukura. Ka janë shumë agresive, ka ngacmime, ka abuzime, dhe ti gjithmonë je gjithmonë me drita të nejë, sepse do të monitorosh gjithçka. Për te kësaj, për te shërbimit, të vështira janë edhe financat. Sepse si në çdo familje, bëhet e vështirë menaxhimi, mbyllja muajit apo mbyllja vitit. Edhe në këtë shtëpi është e tillë. Ne jetojmë me një buxhet i cili vjen nga institucionet qendrore, pra vjen nga Ministria e Shëndetësisë. Patjetër që kemi një ndihmës shumë të madhe edhe nga Bashkia Shkodër, sepse dashte pa dasht është institucioni i cili përveç se monitorimit ban ndërlidhjen, ban ndihmën dhe krijon kushte për të qenë sa më mirë. Por një ndër gjanat e cila mban me qesh, se ti dashte pa dasht kthehesh, sidhesh dhe prap je gati si në familjen tënde, që në fund vitit dhe në fund muajit diçka do të kursesh. Dhe po e ndaj me ju atë që po mundohen atë kursem gjithmonë me ndihmën e të tjerëve. Në shërbime sociale, ligji është goxha i vështirë për çështjet e blemjeve. Sepse çdo gjë bëhet me prokurim publik, por të prokurosh shërbimet apo nevojat e vogla është e vështirë, është e pamujtur, ligji nuk e parashikon. Unë duhet i përmend, duhet edhe ti lexoj sepse nuk i moj mend gjithë në fakt. Dhe kjo ndoshta mund të vlen edhe për tjerët. Ne kur na dhurohet diçka, bëjmë gjithmonë një akt dhurimi. Jo vetëm si shenjë korrektësie, që duhet jetë po tjetër në institucion, por edhe si një formë falenderimi, shënimi që edhe ti dhurove diçka. Dhe në fillim të verës, kur unë shkova në institucion, bashkë me financieren, me Faustën, po mundoheshim të banim të kurseshim. Ku të kursejmë që të bëjmë diçka tjetër pak më mirë. Po jo te ushqimi. Jo, ushqimi është diçka e cila nuk preket. Unë po them tek ato të cilat mund të kursesh, siç është për shembull fatura e dritave, fatura ujit, një lloj si në familje. Edhe që duhet bëhet edukat tek të transmetohet tek fëmijët. Dhe kështu ne kishim nevojë bëme një listë të atyne instrumentave që na u donin për ta bë këtë gjë. Dhe na rezultoi që një ndër gjanat e rëndësishme që na u dote ishte edhe një pompë. Mund të duket shumë gjë e thjesht, po ishte e vështirë ku ta gjenim pompën, sepse për një institucion aq të madh, 3 kate e tjera u dote e fuqishme. Dhe ne jena një komunitet i vogël në qytet, shumë i vogël, dhe një ndër koleget në bashki, Sanida Kraja, të cilën kam dëshirë ta përmend dhe ta falenderoj, përveç se një sipërmarrëse shumë e mirë, një vajzë energjike, por këto janë ato që ju thot më përpara, njerëz të cilët kanë ndjeshmëri ekstra. Ato nëpërmjet një qytetari tjetër i cili nuk jeton hiç në Shqipëri, por jeton në Amerikë, mlodhen disa fonde. Ato mlodhen fonde dhe krijuan një event, dhe në këtë event që e krijoi pra sipërmarrësi Xhaneto Harusha, bashkë me i përshëndesim një shkodrani mrekullueshëm, djali i Enriqueta Kuqanit. Ashe sa i vogël është komuniteti. Bashkë me Sanidën në Gojgadice, bashkë me Alba Milkun e Orhan Milotit, bashkë me 2-3 biznese të tjera, Cross Country, American Star Logistic e tjerë, ato krijuan një event dhe e shprehën që ne do të mbledhim fonde të vogla, po tjetër, për institucionin, për bamirësi. Jo vetëm për institucionin ton, ato po ndërtojnë edhe po sistemojnë edhe një familje shumë të varfër, por për te tyne ne arritme që ta sistemojmë, tashmë në 2022 ne do të harxojmë më pak ujë, por ndjeshmëria e qytetarëve dhe dëshira për të ndihmuar duhet jetë gjithmonë.
Gjithmonë e lidhën me besueshmërinë, gjithmonë e lidhën me transparencën patjetër, por ajo që veri është që kjo gjë qëndron është në qytetin tonë. E thash edhe parë, ka njerëz qytetarë të cilët nuk I njohim fare, por që trokasin edhe dëshirojnë me qenë pjesë. Fëmijët e shtëpisë fëmijës shkojnë në shkolla publike. Patjetër. Si kanë lidhjet me qytetarët jashtë mureve të kësaj shtëpie? Ose me shokët e klasës. Kjo është problemi tjetër. Nga një herë bëhet problem, sepse fëmijët tonë janë fëmijë të cilët afrohen shumë shpejt. Janë fëmijë të cilët edhe I afrojnë shumë shpejt. Dhe nga një herë ne jemi edhe në merak. Ne si çdo prind, si çdo prind. Ne në fakt kemi një favor. Ne kemi pallatin e sportit edhe stadiumin shumë afër. Dhe çdo herë që ka ndeshje ne jemi të pranishëm. Aq sa kanë dëshirë që të jenë. Njëri nga djemt, po e ndaj me ju këtë, njëri nga djemt më të rritun, ishte bë pjesë e tifozave të organizuar të vllaznisë. Dhe ndërkohë që ne po e njekshim ndeshjen nga tribuna e përcaktuar për pa pagesë. Kemi një vend. Patjetër, në stadiumin Loro Boriçi është një tribunë e cila është një pjesë për stadiumit, e cila është për akademinë e vllaznisë, ku shkojnë fëmijët e akademisë të shoqënuar nga prind, është pa pagesë. Aty ishim edhe ne, por shumë afër ishte edhe vendi ku rrinë tifozat e organizuar dhe njeriu sjell kokën dhe shoh njënin nga djemt e mi. Edhe ngela merak sepse e poshtë që ishte pjesë ato e njifshin, I njifte dhe ishte krejt okay. Dhe pastaj në shtëpi them, po ti ç'a doja aty, po unë tha jam pjesë e tyne. Dhe po edhe gjë e bukur veç. Absolutisht, pavarësisht se sot merakos ka momentet që sepse është edhe mosha e tij. Është edhe mosha, një 14 vjeç sot nuk është si një 14 vjeç para disa vitesh, është shumë më I zhvilluar, më shumë në kontakt me njerëzit. E pra, domethënë kujdesin ndaj çdo momenti abuzues të çfarëdo lloj forme është më së prezent, ndaj është një sfidë e madhe për ju. Fatkeqësisht po, sepse kjo nuk është vetëm kërçi fëmijëve të cilët jetojnë në shtëpi të tilla, por kërçi çdo fëmijë dhe çdo prind duhet të ketë shumë kujdes. Duhet jetë gjithmonë me dritat e ndezura. Absolutisht po. Winifreda, përmendet pak më herët një kufi, me sa e kuptoj unë, për ta përcjell diku. Si është ecuria e mëtejshme e këtyre fëmijëve, sepse edhe për gjatë viteve në një farë mënyre kam pasur një qasje rreth problemeve të tyre. Të them drejtën, shpesh herë e shoh goxha të vështirë. Sepse fëmijët nga institucioni jon transferohen në një institucion tjetër që është 16-18 vjeç. Por pas 18 vjeç kjo bëhet një sfidë shumë e madhe, sepse 18 vjeç patjetër që ti mund të kesh kryer një kurs profesional, patjetër që ti mund të kesh një profesion të vogël, të cilin edhe mund ta zhvillosh, por kthimi në familje gjithmonë është I vështirë. Dhe shpeshherë I pamujtën. Ajo çka unë kam vërejt dhe që është diçka në fakt e cila po shkon drejt asaj, sepse edhe Bashkia Shkodër, duhet ta përmend, ka bë të mujtun që të kena edhe një qendër të re e cila së shpejti do të hapet. Dhe është një qendër e cila I lejon fëmijëve nga qyteti Shkodrës të qëndrojnë, pra është një qendër si motër e jona, por I lejon qëndrimin paksa më të gjatë. Pra duke I monitoru, duke I ofru shërbime të cilat shkojnë në një moshë pak më të madhe se 18 vjeç. Duhet themi edhe diçka tjetër që shumë të rëndësishme janë edhe qendrat private. Gjithmonë institucionet shtetënore mesin institucione shtetënore, absolutisht korrekte, absolutisht të monitoruar nga vetë shteti, patjetër, por institucionet private shpesh herë, sidomos ato të cilët janë të lidhura edhe me kontribute të cilat vijnë nga jashtë, nga kishat, nuk e di, nga institucionet fetare, sikur kanë një qëndrueshmëri edhe më të gjatë. Kjo ka qenë edhe arsye pse gjatë kësaj kohe disa fëmijë kemi transferuar edhe në qendra të tilla.
Pra, duke mos dash të ndajmë motra vlezër, kemi bërë që kemi mundësu që në momentin që njeni vëlla mushi moshën për shembull për të transferu, kërku me një qendër private që ti transferonim të dy. Pra, qëndrim se qëndrim në institucion, por ama të jenë bashk. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Lidhja me familjet biologjike, si funksionon? Kjo është në varësi edhe të familjes. Ka familje edhe prind të cilët vinë të takojnë rregullisht fëmijët. Po, a e shohin ato të ardhmen me bashkimin me njerëzit e gjakut? Gjithmonë thonë po. Por, përpjekjet për të shku drejt kësaj gjatë pohimi është pak I vështirë. Sepse ne po flasim për atë thash, kulturalisht fëmijët janë të ndryshëm, sepse vetë familjet janë të ndryshme. Kemi familje të cilat pavarësisht se monitorohen, pavarësisht se ndihmohen me ushqime dhe jo vetëm nga bashkitë e caktuara, përfshi këto dhe bashkinë Shkodër, sepse e di që kjo gjë ndodh. Ato prap tentojnë të dalin për lypsi dhe të mbledhin të ardhura në këtë lloj forme. Por kjo nuk është qëndrueshmëri dhe kjo është një jo e madhe drejt kthimit në familje. Është problematike, sepse është e vështirë sepse do të tentosh të ndryshosh kulturën disa personave që tashmë e kanë kry pjesën e formimit, procesin e formimit tyre e kanë kry. Dhe kjo e bën shumë sfiduese. Ndërkohë që fëmijët e shtëpisë të fëmijës besoj se asnjëherë nuk I drejtohen këtij vesi të shëmtuar. Merit, fëmijët e shtëpisë tonë duhet I pranojmë ashtu siç janë. Ato nuk kanë nevojë, por nuk duhet harrojmë që këto janë fëmijë të cilët kanë pa modele para se të vinë në jetimore. Kështu që nga një herë edhe kjo është pjesë e vështirë sepse do ta monitorosh edhe këtë pjesë. Bëhet fjalë shpesh për projekte të ndryshme, një prej të cilëve është edhe familjet kujdestare. Funksionon apo vazhdon të funksionojë? A tentoni të funksionojë? Si është? Tentativat e bashkisë Shkodër në fakt për këtë çështje kanë qenë, unë besoj, jo vetëm bashkitë e para, por janë ato të cilat kanë lëvizë edhe proceset e ministrisë apo të parlamentit për të shku drejt një vendimit, drejt një vendimarrje ligjore. Bashkia Shkodër tashmë ka lista familjesh pritse, patjetër që fton edhe familje të tjera që mund të bashkohen, është e hapur pra për të mirëprit dhe këto kohët e fundit edhe ministria po kryen proceset e veta të bërit zyrtare dhe të mbylljes procesit ligjor për këtë çështje. Kjo do të ishte një lehtësim jo për institucionin, por kjo do të ishte një lehtësim edhe për fëmijët, sepse do të shkonin drejt një mësimi I cili vlen shumë. Kemi eksperjenca të fëmijëve të cilët të shkojnë dhe kjo është një ndër qendrat, në Gjader është një qendër, drejtohet nga Mërgeshat, quhet qendra Rozalba. Dhe ato e bëjnë këtë gjë, po e bëjnë me familje të cilat nuk jetojnë fare në Shqipëri. Janë familje të cilat I presin fëmijët në Itali. Pra ato shkojnë për pushime atje. Dhe kur kthehen, eksperjenca e tyre ndarë me ne është e mrekullueshme, sepse ato mësojnë se si të qëndrojnë edhe në familje. Pra, shkojmë prapë te ajo që thash, ne me të vërtetë jemi familje, jemi shtëpi, por në fund jemi edhe një institucion, I cili dasht e pa dasht e bën të vështirë vëmendjen karshi 23 fëmijëve apo edhe më shumë fëmijëve. Sepse në familje janë 1, 2, 3 fëmijë, 4 dhe të gjithë luftojnë për vëmendjen e prindve. Kjo bën sa të vështirë, aq të bukur, aq njerëzore, aq emocionuese çdo ditë të punës suaj. Në fakt, festat e vitit të ri gjithmonë aty kulmojnë me mbrëmje të bukura. Kulmojnë, dje kemi pas, siç ju thash, një aktivitet, para pak ditëve kemi pas prap aktivitet. Një ditë edhe shkollës ja kemi bërë pak me hile, sepse në vend që të shkonim shkollë kemi shku gjithë bashkë në pishina. Dhe sot ne kemi I shkojmë për vizitë kryetares bashkisë, e cila po ashtu do të na shpërndajë dhurata.
Dhe këto janë ditë aktivitete, do të kemi prap fest, do të kemi në vazhdim fest, sepse si që shkojmë edhe na vinë për vizita shumë, kështu që këto ditë janë ditë të cilat kanë për ditë dhurata, kanë për ditë fest dhe janë ditë të cilat janë të rëndësishme, dashht e pa dashht në memorien e tyne. Unë ndjej që jeni përfshirë gjitha në qelizat e kësaj pune. Ashtë e pa mujton mos të përfshihesh, sepse ndër tjera nëse nuk përfshihesh, atëherë nuk do të mund ta bësh mirë. Një ndër gjëra tjera që po tentojmë është që sa më shumë fëmijë aty ku është e mujton, sigurisht në familje, t'i kthejmë në familje të paktën për një natë. Më së shumti përveç detyrimit ligjor, administrativ, kjo është një punë që bëhet me shumë shpirt. Kjo është një punë që ka detyrime morale, dasht e pa dasht. Është një punë që edhe pasi mbyll ditën e punës, nuk e ke mbyllur në fakt. Një telefonat, ndoshta një rikthim edhe një herë tek shtëpia, ka momente edhe të tilla, një përqafim para se një betejë e vogël ka përfundu, një gjumë të amël. Absolutisht po, mesazhet e një dite. Sepse në fakt çdo grup mosh ka karakteristikat e veta. Ne kena në të pjesa e vajzave, pra ne kemi disa vajza të cilat kanë pak a shumë atë moshë. Dhe janë 13, 14, 14 e pak, gati 15, janë të rritura dhe kanë dëshira tjera, pa tjetër që në krahasim me djemt, por edhe me vajzat më të vogla, pra dasht e pa dasht gjithë se cilit prej tyne, se cilit prej grupeve, por edhe se cilit prej fëmijëve, ti krijon marrëdhënie të ndryshme me ta. Sepse është kështu dhe kështu duhet jetë, nuk kanë të njëjtin karakter. Ka fëmijë të cilët në fakt edhe nga backgroundi i tyre ti e kupton se çfarë nevojet kanë për vëmendje. Sepse janë ato të cilët kanë kontaktet me familjen dhe janë goxha më të çndrueshëm, po ata që nuk i kanë dashte pa dasht kërkojnë vëmendjen tonë me insistim. Të rritur para kohë shpeshherë, shumë sensibël ndaj problemeve të përditshmërisë, por edhe të ardhmes së tyre, e curi që shpesh miklohet me gjëra të bukura materiale, me kushte të mira, po që vështirë bëjnë zëvendësimin. E bëjnë shumë të vështirë familjen. Kjo është një mbrojtje shumë e mirë. Kjo është një përkujdesje shumë e mirë. Natyrisht lidhje me familjet është sfida më e madhe dhe integrimi i këtyre fëmijëve, por gjithsesi vëmendja, përkushtimi, dashuria, kontakti individual, bisedat të tilla e bëjnë një fëmijë që të ndjehet i veçantë. Sigurisht. Dhe po e shoh që e keni shumë për zemër pikërisht këtë marrëdhënie, që më së shumti është njerëzore. Ajo është shumë e rëndësishme, sepse nëse nuk krijohet marrëdhënie, atëherë pra marrëdhënia personale me to bëhet shumë e vështirë edhe menaxhimi i tyre. Nuk shkon, sepse ato doshte pa dosht kuptojnë nëse ti ke apo jo marrëdhënie me to. Si u thrasin në institucion juve personalisht? Ka fëmijë të cilët në dhastim e sipër vini freda, bëjnë këtë thirrjen, por ajo qa pa tjetër më prek është se kur vinë nga shkolla gërsasin gjithmonë derë. Adin sa me nxjerr kokën, sepse kanë dëshirën e takimit. Disa tjerë dhe respektimit po tjetër. Po tjetër, disa tjerë, ato fëmijë në fakt kanë një edukat e cila i ka shku brez mas brezi, pra në fëmijë, dhe të gjithë personelin e thrasin zysh. Pra kanë një farë, dhe kjo është okej, sepse është çështja e autoritetit që duhet jetë në fakt. Duke qenë se mosha jeme është e re, janë të pakët ato dhe unë nuk kam në fakt dëshirë që të më thrasin drejtëresh. Por pjesa tjetër, po ashtu edhe mu më thret zysh. Dhe kjo më duket sikur të afron, është afrimitet me to. Uroj këtë afrimitet gjithmonë
edhe mbasi të kalojnë vitet, të jetë ajo Winifreda. Falenderoj shumë. Faleminderit ju. Të uroj shumë sukses. Një vajzë e re me këtë ndjeshmëri dhe me këtë ritëm ditësh, me këtë njohje të problematikave, natyrisht që gjithmonë është pranë tyre. Nuk mund të zgjedhë me shkop magjik gjithçka. Jo. Por përpiqet. Dhe detyra e një njeriu që punon është i shërbej njerëzve, të jetë pranë tyre. Ju uroj këtë me shumë sukses. Faleminderit me të vërtet për ndjeshmërinë dhe profesionalizmin që gjithmonë tregoni. Falenderoj shumë, Vini. Vetëm sukseset uroj, sepse një gjë që bëhet me pasion dhe shpirt, gjithmonë ndjehet së brendshme. Dhe më së shumti, edhe ai njeriu që punon ndriçon më shumë vetveten e pastaj reflekton tek të tjerët. Faleminderit. Faleminderit.